Një nga fakte tjera është se Rusia për momentin e ka vendosur gjithë ekonominë ose industrinë e saj në shërbim të forcave të armatosura. Duke filluar që nga viti i kaluar dhe në këtë vit, po ta shikojmë inflacioni i Rusisë, këtu ka kaluar nga 7.5% që kanë qenë në korrik të vitit 2023 në 9.5% në fund të vitit 2024 dhe inflacioni në mars të këtij viti pra bëhet të vitin 2025 është 10%. Rusia deri në vitin 2022 ka pas një suficit, ka pas një mbiprodhim të paimagjinueshëm ose ekonomia e saj me pak fjalë dhe e kuptueshme edhe për ata që na ndjekin ka pas një performancë pozitive. Duke filluar që nga pushtimi pra në shkurt të vitit 2022, Rusia deri në vitin 2023 ka humbur 32 miliard euro. Për vitin nga fundi i vitit 2023 deri në fillim të vitit 2024 kanë shkuar në 34 miliard euro. Dhe në vitin 2024 kjo shumë është arritur akoma më shumë se 34 miliard ose 1.7% e rritjes ekonomike. Rusia sot vërtet shpenzon më shumë për fushën e mbrojtjes. Këtu ka për ta shikojmë mund të jap një shifër tjetër. Në vitin 2021 buxheti mendohet sipas burimeve që ne kemi dhe mund të arrim 65.9 miliard dollar ka qenë në vitin 2021, kurse në vitin 2024 ky është 149 miliard dollar. Por mos ta harrojmë që përveç mbështetjes të makinës së luftës, Rusia tani përjashtuar atë mobilizimin e pjesëshëm me forcë që bëri popullsisë ka filluar në mobilizimin e vullnetarëve, ku vullnetarët paguhen nga 2.000, 3.000 deri në 4.000 dollar ose euro, dhe kjo merr një pjesë të konsiderueshme të këtij buxheti 149 miliard dollar. Por mos harrojmë një fakt tjetër që Rusia ka filluar të marrë ndihmë ose të blej teknologji nga Kina, të marrë municione luftarake dhe sisteme nga Korea e Veriut, dron nga Irani, vetëm një shembull për Korenë e Veriut. Për një vit i duhet të paguaj Korenë e Veriut për shërbimet që ajo jep në municione dhe me personel 20 miliard. Po ta shikojmë, tani ekonomia ruse ndodhet në një stagnacion. Ekonomia ruse ka filluar ose administrata Putin ka filluar të shtetëzojë industritë ose industritë private dhe ato perëndimore. Janë paka shumë 411 shoqëri private me pronar rus apo pronar ndërkombëtar që janë shtetëzuar dhe janë në shërbim të armës luftarake. Po mos të harrojmë që Putini mban rreth vetes një grup të besuarish. Dhe këta janë ata të besuarit që në një farë mënyre nuk e lejojnë Putinin të shkojë më përpara në një marrëveshje paqe. Pasi Putin është me dy zjarreve. Nëse do të arrijë një marrëveshje paqe, do të jetë përballë një destabiliteti dhe kërcënimi nga këta të besuarit e tij, dhe nëse nuk do të arrijë një marrëveshje paqe që mund të ndodhet që të humbë dhe të konsiderohet si një humbje, pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të ndryshojnë qëndrim. Bashkimi Evropian e ka rritur mbështetjen për Ukrainën dhe këto mund të japin avantazhe përparësore Ukrainës në luftën kundër Rusisë në territoret e saj.